Berisha e mori publikisht atë në mbrojtje. Tha se në dijenin e tij, ish ministri i Brendshëm e kishte kryer në rregull detyrën dhe se nuk kishte shkelur ligjin në 21 janar 2011. Sa për kujtes, SPAK e thiri Lulzim Bashën para se të thrisë Sali Berishën për 21 janarin. Tani ose Lulzim Basha e ka takuar Berishën para se ta thrisin këtë të fundin SPAK, ose Berisha e di aq mirë se çfarë ka bërë dhe nuk ka bërë Basha 21 janar, saqë nuk ka as fare nevojë as të flasë dhe as të atakojë. Duke njohur Berishën, besoi këtë variantin e dytë. Sali Berisha mbetet një njeri super aktiv dhe politikën e ushtron për profesion dhe jo për pasion. Dhe Lulzim Bashën e ka zgjedhur dhe kontrolluar që ta ketë langon e tij dhe kur e përzon nga shtëpia. Ashtu si qenë të gjallë që e njohin të Zotin që nga larg dhe ja mbajnë mend erën për gjithë jetën, edhe kur ai përzë. Ndaj Berisha nuk i thot fjalën e fundit Bashës, sepse nuk ka nevojë. Ktu çështja mashtrohet, a do të thot SPAK fjalën e fundit për 21 janarin? Befas në ndim po i vjen Ilir Meta, ish zëvendës kryeministri i 21 janarit, është vetë ofruar të dëshmojë për këtë ngjarje. Sigurisht ai ka gjëra që mund të tregoj para ngjarjes. Njërin prej tyre e ka denoncuar një vit më parë. Bëhet fjalë për një deklaratë të ministrit Brendshëm Lulzim Basha në natën e 20 janarit 2011, kur ai tha se demonstruesit do të përballeshin me formën më të ashpër të përgjigjes nga ana e policisë së nesërme. Dhe e mbajti fjalën. Këtu çështja shtrohet nëse mbajti fjalën e tij apo të dikujt tjetër. Dhe këtu shtohet dhe misteri. Sot Sali Berisha tha se Dritan Prifti i kishte bërë presion me një video, presion që ai nuk e kishte pranuar. Berisha tha sot se me 15 janar Meta i kishte ofruar dorëheqjen. Në vitin 2015 në kohën e luftës tyre, Meta e deklaroi publikisht pse e kishte dhënë këtë dorëheqje, jo për fajin e tij, po për të mbuluar Shkëlzem Berishën, i cili sipas Metës dilte tek video e Priftit, video që vetë Berisha e pranoi sot se Prifti e kishte përdorur për shantazh ndaj tij. Pyetja prapë shtrohet se përse personazhet e 21 janarit janë kaq të turbulluar edhe sot dhe pyetja finale, a do na zhgënjej SPAK sërish? Për këtë do flasim sonte. Sigle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sigurisht, ne jemi pritje të vendimit kushtetuesës, po deri atëherë kemi kohë të merremi me 21 janarin. Aq më tepër që vetë personazhet e 21 janarit për 24 orësh themi janë aktivizuar sërish. Sot zoti Berisha gjeti kohën sërish të flasi për këtë ngjarje dhe të marri në mbrojtje ish Benjaminin e tij Lulzim Basha. Por para se ta ndjekim rundikën, do duhet të prezantoj të ftuarit e mi. Kam nësi të kem në program zotin Bajrami Zeire, ish ministri i punëve të brendshme. Zoti Zeire, mirëmbrëma. Faleminderit që më mëson, është kënaqësi. Kemi Ervin Karançën, ish prokurorin e fazës parë të timit të ngjarjeve të 21 janarit. Mirëmbrëma Ervin, kënaqësi të kem sërish program. Arben Meçe, ish fuqis, mirëmbrëma Meçe. Dhe avokati im mirëmbrëma avokat, kënaqësi të kem sërish program. Ndërkohë, ndjekim pak çfarë tha zoti Berisha sot. Zoti Berisha sot sigurisht foli për gjykatën kushtetuese, por natyrisht gjeti kohë të fliste edhe për pyetjen që u bë atij lidhur me dëshminë e ofruar në mënyrë vullnetare nga Ilir Meta. Dhe paradoksalisht, ai mori sot në mbrojtje personin të cilin 4 vjet rresht e sulmoi dhe përzuroi nga partia, Lulzim Bashën. Ndjekim Andon Kello. Basha përgjegjes për 21 janarin, Meta thot po, Berisha thot jo. Tani, për sa i përket përgjegjësisë, nuk kam, do të thënë, një skenarij atill i dhunshëm, i pa precedent ndonjëherë, por me ato që kam konstatuar, masa ishin marrë, kështu që nuk di ndonjë përgjegjësi të për çfarë thot Meta për... Por atëherë, kush po i fshihet 21 janarit? Se çfarë dini Ilir Meta, sigurisht mund të di, nuk them se ka qenë zëvendës kryeministër. Sali Berisha kryeministër, i ishte kërkuar nga Dritan Priftit që të emëronte një detyrë tjetër të rëndësishme, ose përndryshe ka një regjistrim.
Fjala ime ishte kjo, nxirre sa po të dalish nga dera e zyrës ime. Nxirre. Kjo është e vërteta, kur. Nuk merr dot më kushpek. Se çfarë kishte në videon e Dritan Priftit, e çfarë ndodhi më pas, e di vetëm Meta dhe Berisha, por e vërteta shpesh del kur mbaron romanca e shpallet divorci. Zoti Berisha nuk e jap 2 herë dorëheqjen për shkëlzen Berishën, po deshe për ty bëj çdo gjë. Për Zeni një herë kam dhënë dorëheqjen. Për Zeni dhe për Dritan Priftin, apo jo? Tani se të kërcënon ty Dritani me videot e Zenit e bashkë me Tomën, kjo është çështje tjetër, nuk është çështja ime, të lutem shumë. Për 700.000 euro dhe dorëheqjen herën e parë. Jo më jo e dhash për shkëlzenit unë dorëheqjen. Se shkëlzeni ishte në videot e Dritan Priftit, ti e di shumë mirë. Edhe më the, shiko çam ka bërë ky budallaj. Po. Por tani në romancën e re opozitare, doktori e bëri një pas. Tha se si ai edhe Ilir Meta për 21 janarin janë bashk pa faj. Edi Rama dhe Filip Çakulli marrin fjalë me copy-paste copy-paste me 28 herë në video dhe nxjerrin sikur Ilir Meta i ka thënë se na ka dhënë kemi marrë 700.000 euro. Cili do që do të hetoj këtë çështje e ka të qartë se kjo ishte pjesë e skenarit të dhunës me 21 janar. Nga datën 14 apo 15 janar, pra para 21 janarit, ka ardhur në zyrën time dhe më ka thënë unë do jap dorëheqjen. Ishin standardet tjera ato, jo standardet e Ramaduros. Sa për Bashën, doktori ka drejt. Ai ende dhe sot e ka kompleks të pranoj pavarësinë e tij në opozit, jo më në qeveri. Por sa për vetë Berishën dhe djalin e tij, Meta ka premtuar se bën çdo gjë për doktorin, vetëm se kësaj radhe nuk dihet çfarë do i fal, koalicionin e liris apo të qelis. Avokatët Mont Petre, pse janë trazuar ujërat për 21 janarin? Shiko, po vjen fundi dhe me të drejta të nxorë që para të momentin ku preke pjesën e Berishës në Metën dhe Bashën, ka një... Shiko, se e përmendit e sot Berisha, nuk e shikoj që... Unë e shikoj që Berisha e ka hedhur topin që unë nga mua s'ke gjë. Po normalisht, mendoj, tani duke i parë edhe pak imtësisht, Meta ka dalë për të mbrojtur Berishën për të goditur Bashën. Kjo është... Kjo është logjika thonë. Mendoj dhe pjesa tjetër, jo se thash shkurt këtë, pjesa tjetër është që 20 janari ka kaluar në etapa krejt të tjera të cilët këta nuk i din. Pjesën e grupit, një nga pjesëtarët e grupit zjarrit e ka Dorë Rama. Po, është deputet. Po. Dhe normalisht, mendoj që ai duhet të di diçka, ndoshta edhe më shumë, përsa i përket këtij rasti. Dhe pika kyçe është pikërisht tek ajo audio, të cilat thuhet që aty janë dhënë urdhrat të goditet pa mshirë, në mish. Pra ka zëra të cilat janë deshifruar dhe pjesa tjetër të cilën shikoj unë, është një marrëdhënie tjetër që në atë kohë kopjen e servave normalisht është kopjuar dhe ja kanë dhënë amerikanëve. Kështu që një kopje atyre serverë, pra harddiskjet që u pretendua e tjera, ato janë të tëra të xhiruara ashtu siç janë bërë atë ditë. Kështu atë gjë Paretoni që personazhet e 21 janarit, që potencialisht, jo potencialisht, janë përfshirë në time, 100%. Timi nuk kanë ide se çfarë kanë ndonjë prokuror. Këta akoma nuk e kanë idenë akoma se ku është, sepse unë thoni që lëvizja e Metës është pikërisht taktike Berishës për të goditur Bashën. Pa duart e Berishës, pra Berisha duke hequr duart, duke thënë se sot Berisha e mbrojti Bashën. E para njërë që të pjesa e procedurës, kjo varet në diskrecionin e prokurorit që do ta pranoj apo jo pjesën e dhënies së deklaratës. Pjesa tjetër që thotë unë kam prova, cilat janë prova dhe pse si këtë vend dorëzim në dispozicion drejtësisë, këto 14 vjet. Pra janë disa element të cilën ndoshta mund të jetë edhe një
tipa autogoli, por ndoshta edhe për të përzirë pak ujrat që të... Si shpërbëjmë dhe ne sonde, pra e arriti sukses. Suksesit e arriti, pra edhe ne po përzirëm pak ujrat sonde. Neve nuk përzirëm, ne po bëjmë aludimi që japim një arsyetim dhe intuita jonë të kalon në këto gjëra, se ne i kapim gjërat më shpejt se sa këta. Këtë të garantoj. Sa do të kenë informacione, juristët me përvojë dhe me eksperiencë përsa i përket pjesës së penales, ne i kapim më shpejt se sa që mund t'i mendojnë këta, sepse do të analizuar dhe fakti, Meta sot u vetë ofrua. Për çfarë? Kishe 14 vjetë ko, nuk e bëri. Ai doli sot. Pse doli sot? Sepse dosja... Dhe çfarë mund thot për këtë një person i cili në momentet e ngjarjes ka qenë i dorëhequr? Ka qenë i dorëhequr, por thot unë kam prova. Të thuash tani që unë kam prova dhe do të vlejnë të zbardhin e timin. Sot të pak në një televizion tjetër për shikoj që si pas ati televizioni që kam fakte të pa publikuara më përpara. E para njërë që këto do të rëndojnë këtë situatë më tepër për të, që pse si ka vënë në dispozicion të drejtësisë. Mund edhe në dritën e zhvillimeve të reja, një që nuk ka qenë fakt, ndoshta mund duket provë. Më prava të flasi vetë vini, ligji penal nuk të falë. Në qoftë se ti ke prova dhe i mban të fsheta për x vite, duke qenë se një proteste madhe organizuar nga opozita për pikërisht për atë video, në fjallë dhe ti delë sot, ka një marrëdhënie krejt tjetër. Pra e thoni që Meta nuk mund të deklarojë një gjë sepse mund të akuzohet për fshehje faktesh apo provas? Pra dhe kjo është e parashkruar, se është para 15 vjetësh. Shko, nuk po flasim për atë, problemi është që çfarë do të afrojë, se nuk kam më. Problemi është... Atëherë për çfarë lëviz Meta atëherë? Sekreti për çfarë lëviz Meta? Për të futur në kurth Lulzim Bashën. Po, Karança? Tani, unë po e shoh më thjesht situatën. Domethënë, unë them që dhe parë duhet parë një person pyetet që ka lidhje me objektin e hetimit. Pra, ka lidhje me hetimin apo jo? Sepse rastin konkret po hetohet për vepër penale në vrasjen e rrethana të cilësuara, e kryer në bashkëpunim kundër dy ose më shumë personave të rrezikshme për jetën e shumë personave. Po hetohet edhe për shpërdorim detyre dhe për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Tani, kur bëhet një kërkesë nga një dëshmitar para 15 vjetësh, kërkesa duhet të jetë arsyetuar. Pra, edhe kjo që tha Mondi që pse 15 vjetë pritet sepse dosja është rifidhuar disa herë. Qa lidhje ka me ngjarjen? Dhe prokurori do ta çmoj, sepse a ka lidhje, a s'ka lidhje me objektin e hetimit. Pra duhet bë kërkesa me shkrim. Dhe sa përfiton hetimi? Dhe konkretisht çfarë provon? Sepse një çështje nuk mund merren dëshmitar që s'kan lidhje, ose nëse ka lidhje, e shikon me objektin e hetimit. Lidhje ka, se da ishte kazus belli, ishte arsyeja pse u bë protesta. Pra, ai mund të ketë patur komunikime me dy palët, se problemi është që neve, nëse ka pasur komunikime me... Për shembull, nëse ka pasur komunikime me Bamir Topin, për shembull, sepse te Bamiri po diskutohet, duhet të pyetë se Bamiri ka bërë dhe libër. Bamiri libër përmend Lul Bashës, përmend Ilir Metën, për shembull, në parim.